Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Të nderuar vëllezër, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, ndërsa dërgojmë salavat dhe selavate mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nderuar vëllezër, jemi duke folur për dispozitat të vdekurit, gjenazës. Kemi folë katër të temat e fikut pa dyshim. Sepse feja në pashë vëllezër i ka kushtu një kujdes veçantë njeriut. Prej momentit kur lindë, ka dispozita dhe rregulla se qysh duhet me vepru me foshnje, dhe kështu vazhdon derisa ta përcjellën për në ahiret. Duke mos lënë asgjë pa e sqaruar dhe e sqaruar. S'ka dyshim se momentet të rëndësishme, bashkëdhënësit janë shumë të rëndësishme, janë momentet e fundit të jetës së kësaj bote. Innamal a'malu bil khawatim, ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, veprat janë sipas përfundimit. Andaj dhe gjykimi dhe ringjallja do të jenë sipas përfundimit. Kështu që momentet e vdekjes, përveç që janë të freskshme për dyshim, janë të rëndësishme për personin, por edhe për rrethin, familjen, miqt. Andaj ka disa rregulla dashur vëllezër besimtar që duhet me i ditë. Shumë për i këtyre rregullave besimtarët i di nga se i kanë trashëguar gjenerat pas gjenerate, duke u përcjellur ka treguar njëri tjetrit, por edhe duke pas se çysh kanë vepruar, por duke pas parasysh se zonat po ndryshojnë. Një pjesë e madhe të rive ndoshta nuk po kanë qasje ose s'po kanë interes për me mësu këto rregulla, andaj ka nevojë që me sqaru dhe me shpjegu në mënyrë që edhe ditën e fundit, momentet e fundit të njeriut në këtë botë me i kalu dhe me përcjell që Allah subhanahu wa ta'ala don. Sot tema radhës është shenjat e vdekjes. Dhe çka është e preferuar ose kërkuar për i personit, por edhe për atyre të cilët e rrethojnë. Fillimisht, ymri, jeta është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe është e msheft. Edhe vdekja është e msheft. Askush nuk e din kur na vjen. Kjo është e qartë për besimtarin. Ajo mundet me ardhe befasisht, hiç pa i prit dhe hiç pa paralajmëru. Pa orë shenjat fare, në moshat të ndryshme, sikurse ka ndodhur dhe ka pas vdekje në moshat të reja çdo herë, por ato mendoj se janë shtu tash në kohët ose në ditët e sotit. Janë shtu vdekjet e befasishme. Pa e prit vdekjen fare. Prej shkaqeve të ndryshme, sidoqoftë, pra fillimisht vdekja mundet me ardhur pa shenja, pa paralajmërim, pa pleqni, pa qenë sëmur fare, kështu me radhë. Por ne këtu kur po flasim për shenjat, po flasim për vdekjen e natyrshme, që mund të quajmë vdekje e natyrshme, pra që vjen si procesi natyrshëm. Njeriu shkon duke u plak, shkon duke u lodh, shkon duke arrit tek mosha, s'pjan gjes në numrin hiç, mi dhoni me t'halo,
Se është çështje e Zotit, edhe s'u ja saktojmë ne. Edhe pse profeti na ka paralajmëruar pak, që ka thonë umeti im është mesatarja, ka thonë është 60 deri në 70, që ka thonë është mesatarja. Njoni këtu ka vdek, Allah më shiruft, ka qenë xhamatli. Dhe ma i kemi baba ka nuk gate, nona ka nuk gate, po nuk përshkajshin ashtu. Nuk përshkajshin ashtu. Pra ne po flasim tash për shenjat e vdekjes së natyrshme, kur njeriu e arrin moshën dhe pleshnia, smundja, vjen duke u lodh dhe që shtot edhe populli veç frymen. Na po flasim tash për disa për çet gjendje të dashur vëllezër besimtar. Qysh ndodh që ky procesi i vdekjes në aspektin fillimisht edhe biologjik, qysh ndryshon trupi, cilat janë shisat që vinë duke ju pasivizu. Ka dal. Me rënë shkujnë ato. Dhe disa shenja të shëllëzër që të regojnë se personi është kthy për ahiret dhe çfarë është mirë me vepru qëto momente personin e fjallë, sidomos ai që nëse ka vetdije dhe ka mundësi me ditë, ajo është e mirë, por nëse vjen duke vështërsu gjendje çka është mirë me vepru të tjerët, familja, rreti e kështu me radhë. Allahu Azza wa Jalla na pruv përfundimin e mirë, ja Rabbel Alamin. Bënë këtë doa, dashur dhe zot. Shpesh bënë këtë doa. O Zot, përfundon jetën me të mirë. Na sjell një përfundim të mirë. Të na është një farë shprehje, po dhe na i ka pleshni e mirë. Pleshni e mirë, alhamdulillah, me kushte, me familje e rëndë mirë, alhamdulillah, që ashtu është. Mirë po, është diçka shumë e rëndësishme për besimtarin që me dalë për e kësaj bote e Allahu me qenë razime ta. Nuk ka mo këthim, nuk ka mo mundësi, s'ka mo shanse tjera. Në momentin që të dërzojnë shpirtin, libri mbyllet me laqet, me dosjen që kanë qenë të ngarkuara ecin, me laqet që të ngarkuara me morën e shpirtit, i kam procedurat e veta. Por, nuk ka më mundësi për njeriun as më fal, as më ra peshmën, as më pëndu, as më lyp halalak, as më thonë, o bëma halal, o filan, o filane, bëma halal, o i grua, kështë në ras, ka më mundësi. As nuk ka më mundësi me orë në gjami. Është edhe veç një shansë me orë në gjami, në kra, në tabot, që shpëndodh me disa prej njerëzve. Fatkeqësisht, nuk kanë hinë gjami kur për së gjalli, e po i binë, po i sjellin si gjenaze. Mirë është edhe ajo me falë gjenaze, po vallahin është humbje e madhe. Është humbje e madhe, mos me hinë gjami me kom tua dhe me të quti kush për krash, në fjallën për së vdekën. Allahu na përmirësoft. Andaj dashurëse janë të rëndësishme këto momentet e fundit. Andaj njeriu do të me qenë i kujdesshëm në jetën e tij. Kur e ka parasysh se vdekja mundet me ardhë në çdo moment, do të më rujt atëherë. Do të më rujt. Pra, e kam përsërit, e kam thonë edhe më herët, kur njeriu bën një moshë, duhet, s'po thëmë më këthy një ullë, po ka gjafër duhet më drejtu ka kibla. Ma shumë duhet në gjami. Sepse me dekë, po tash kur është çështja e Zotit, ma shumë gjami, ma shumë sadak, ma shumë Kur'an, kushtin, ma shumë dhikr,
ma shumë me të spinë dorë të boqë dhe herë, stakfirullah, sta isha disa gjemat, mashallah të barakallah. Pra, në njërë që në haqë, numre, pra, sa ma shumë që të shko njeri ka pleqnia, ashtë ma shumë me ishtu veprat ibadetet, sepse fundi nuk është larë. Andaj, me kërku një përfundim të mirë, e mësmetarë ose mësmejarë, pas taj fundi në motel, Allahu në rujtë. Apo ka raste? 70 vjetë, 75 vjetë ka vdekë në motel, nuk di që ka vdekë. Por me gjithë ato, ose ka vdekë në plazh. Allah, nuk është dash me shku heq 70 vjetë plazh. Shka një boj që atë në pash nevoj, pak edhe... Allah, nuk bëhet, nuk është kjo punë nëse u plak edhe se ka kuptu hala që kjo jetë nuk është hajgare, ajle qka ka donë, që që kanë thonë atina kër I ka bo 70 vjetë, po që ka me kënu të borët, ka vetë e ki ka thonë 70, kënoj së hajdari. Dhe I sta se ke marrë veç ka me kënu, kjo fetarisht nuk është qashtu, kjo është fetfa shqiptarve, se edhe 70 vjetë, edhe 75, edhe 80, nëse ka mundësi mu përmisu, me mësuem, duhet me mësuem, në regull është, duhet vazhdimisht. Por, dikush edhe plaket, edhe lodhet, edhe bogati me dek, realisht e kalëshu është neta, hala me ndën me shku më knaq me trije. E për me arë përfundimi I mirë të dashur dhe zërë, për me arë përfundimi I mirë, duhet me bo I zmetin. S'ka mundësi me vdek në sejgjda I person që nuk falet. A ka mundësi me vdek në sejgjde? S'ka mundësi. S'ka mundësi me vdek në Mekë që nuk shkon haqë së nëmre. S'ka mundësi. Ose të do shahadet me vdek që kur se ka thonë shahadetën për zgjallë. Zoti mundet me ndryshu gjendjen edhe në momentet të fundit me thonë shahadetën. E kjo është alhamdulillah mirë. Por po flasim në kushte normale, nuk ka mundësi. Ka të zënë një hoqë cili I Mekës, cili ka pastru një kohë gjatë kufomat vullnetarisht, sepse pastrimi I gjenazës është ibadet. Është ibadet. Edhe ka bo vullnetarisht, as ka kërku, por as kanë shku ku jenë ato gusulhanet, pastrimet, dhe sahar ka pas mundësia I ka shku ato. Fi se bilila, e pas kur gjajq. O vlazen me punu për akhiret, nuk do me pas kushte. A pe din, as pe din, a po më gjeja, as po më gjeja, pëse në me dhonë në sadok, atje kushtu që kërkush. Japin vend tem që e din, ja, kështu nuk është. Ai që punon për akhiret, ai ka tjera logari. Tjera logari. Për ata ka onë hadith, ata cilët e falin namazin e sabahut, dhe të jacis, natën, ka thonë, o beshirin me shain, s'ka thonë përgëzaj me qëtë shpëllim ata që shkojnë drejken me falë në gjami. Në pik ditën, mashallah, drejk 3 safa, 4, alhamdulillah, kjo është e mirë. Jo, shpërbimi madhë, kur është? Natën, kur s'do këtë hiq, ka thonë, o beshirin me shain e fi dhulumi, lën mesajt dhe binurit tami jo me l'kijame, përgëzaj me dritë të plot ata që shkojnë tërë në gjami, pra me falë namazin e jacis dhe namazin e sabat. Si të qoftë, dhe këtë të regon të ashtë të ndryshme kur kanë ndodhë momentet e vdekje se kanë kallëzu pastaj familjarët shokët për një person cili kishte pas aksident. Kjo është edhe në YouTube si rast, dhe ka pësu aksident edhe janë afru kush e ka po prej kalimtare që një vetur u rotullu dhe ka ndalë. Dhe kur e shet që është gjendja e ronë, besimtari mënohet me kujtu qka? Shahadetin. Thuje shahadetin, a I tha së me kemë e thonë shahadetin, knajke. Thuje shahadetin, a I tha knajke, sepse në kërë, unë dhe gjejke mëzika, thuje. E tha pas të e ka në sjemë prej atyre, s'po ma mundësën Allahu.
Mos është të mojë dërse dikush hadithet e mropa? Ose në katën e dytë? Nuk është në rregull të dashur besimtar. Nuk është në rregull. Andaj, dashurëzër do të mja bëjë hizmetin për fundimit të mirë. Me nejtë gati namazit dhe veçanti. Subhanallah, çfarë urtësie çështja e namazit. Sabahu, dreka, ikindia, akshami, jacia, namazi duha, namazi natës, mos me kalu shumë kohë dhe mu çu më fal. Pra, edhe më falë me abdes. Nyshe, po ndodhin, edhe s'ka çashtu vjen vdekja, s'vjen ai tjetër, çashtu ka marrë ditën e natën. Me qenë ose duke u fal, ose me qenë namaz, ose me qenë sa ka fal namazin, qysh ka ndodhur, po ndodh disa besimtarë, më thënë Allahu Azza wa Jall e fal namazin dhe mas çati namazit jep shpirt. Pra këto janë përfundime të mira, e përfundimin e mirë tash vëllezër duhet më ia bë hizmetin. Kur të ofrohet vdekja tash vëllezër dhe në bazë të gjendjes e kuptojnë që personi ka orë në gjendje që është duke kalu momentet të fundit të kësaj jete. Janë disa gjona të rëndësishme që do të me pas parasysh. Nëse ka mundësi vetë, ka vetë dije, ka mundësi me lexu Kur'an, ka mundësi me fol shahadetin la ilaha illallah, sa ma tepër me thonë se ka mundësi. Është mirë. Me lexu Kur'an është mirë. Disa prej besimtarëve, subhanallah, po ka dhënë raste interesant përfundimeve të mirë. Të mora bes pa vedije. Po ata që përrim për rreth, thau që uj lojke sikur për i lonë durët. Ai që nuk e ka dasht abdesin dhe se ka dasht namazin, Allahu s'ja mundësën me bëhë këto. Po merr abdes, pa vetë dije, në momentet e fundit, frikë ka ndonë në rast, po të regon një familjar për një të afërmëti, ta filloj me mor abdes. Për srati. Ose falet, duke që qështë për falet, ai ka pa diçka që na nuk shumë. E këto të shëllëzër janë përfundime të mira, po këtyre do të mja bojë zmetin këgja shumë. Me rren, po thëmë, me rajt vetën, jo, që të rëkon. Me rajt vetën, gjatë jetës, e për të benë Allahu përfundimin e mirë, problem është. Do të me konë shumë i sinqert me Allahun Azza wa Jall. Shumë do të me konë i sinqert. Për më orë dhe për më orë përfundimin mirë. Si do të qoftë, nëse vjen gjëna që s'ka mundësi, pastaj sepse kanë përmendë e para shis që ka fillon mos me pranu ose me lanë është ushimi. S'han as do këpin. Domthon ka fillu trupi me ndryshu fazën dhe s'ka nevoj s'ja lypo me hongër. Disa mundohen hajde dhe i luguj, hajde dhe i pikuj, mirë po e shet që nuk e prana. Kjo është mrekullim vetit të vashën me zë. Kjo që është janë ndërimit të jetës, e ti procesi është mrekullim veti. E para gjë që ka hjek dorë për isoj nësoni, pra është ushqimi dhe pija. E dyta është mundësia për me folë. Pas kësajna, si vjen momenti që s'ka mundësia as me folë. Andaj nuk duhet me rëndu të vdekurin. Duhet me rëndu. Nëse e shet që ka orë në këtë gjendje, duhet me shumë i bëmë betë,
kujtoj orat e kujtoj Zabelin e hajde dalu male, hajde lene ato. Di që njëri ka qef halo me dashte, ka qef mos me deke, ka qef babën me shtime keshe, mirë, po ato e në momente të rëndësishme dhe shumë delikate. E vetëmja gjallë qka është mirë me e botë të gjallë në këto momente është me kujtu shahadetin. Pra me ra shahadet. Jo me i thonë, ka mund djetarët, as mos me i thonë bir shahadet, se nështë e ka gjendjen e ranë është të pas të lashe e rëndën kjo. Dhe mundet me thonë e fjallë, runa zëtë, hiq mu shahadetit, përshamë nuk po mja pru punë në kështu. Por, kanë thonë djetarët, me thonë veti. Dhe me thonë pak me zohë, kush është ato nga. Antaj në të moment, dhe shudëzër, është mirë nëse konë familën e person që është pak maj ditër, hoqë, haxhi, namazli, djali, vajzë që din Kur'an, që din dheke, që din lutje, e jo veç kajnë edhe këqyrin. Sepse e në momentet të rëndësishme. Pra me thonë veti shahadetin dhe nëse ja mundëson Allahu me shqiptu shahadetin e shahadu në la ilahe illallah, atër të mënditarët mos me musma, mos me shtimu me fol as një fjallë mas soj sepse është përfundimi mirë me vdek me shahadet. Ka thonë profeti sallam, ai cili vdes, e fjallë e fundit e ti është la ilahe illallah, dhe khalel gjenne, ka me hynë gjennet, subhanallah. Pra nëse e ndëgjën që e tha shahadetin, atër mos me janë ngarku, ose mos me shti me fune e fjallë tjetër, duke shpresu që me hinë qëtë hadith, të do shëllëzër shqise e tretë, ka thonë përsa djetarët, ose personat që janë kompetent, është shqeqimi, fillon me humbe shqeqimin, katërta është ndjenjen e prek, se prekja është një stashtë nga ndorën, pra këto kush ka përcjell dhe gjithë kemi përcjell, i ka pa dhe praktikisht, të shkojnë me ranë, se pranon ushqimin, nuk janë lënë të folet, s'ta kthen fjalën, pastaj e treta nuk she, vjen duke hub, duke dëpsu e katërta, ndjenjat e të prekurit i hub, s'ta shtrengon dorën, prek ma dorën, ama dorën, mo nuk e përjeton, nuk e ndjen, dhe fundit çka prej shisat është subhanallahu është ndëgjimi. E fundit cilën e humbë është ndëgjimi. Pra as nuk fol, as nuk she, as mirë, po halon me ndëgju, po në gjithë ka deri në fund. Dhe shisa e fundit cilën i merret, ndoshta kjo ka urtësi subhanallahu që me ndëgju Kur'anin, me ndëgju me fjalë të mira, me ndëgju shahadetin që e bën dikush për ata. Ka mundësi mos me fol, ka mundësi mos me prek, mos me pa, mos me hangër, mirë po halon ndoshta ka mundësi me ndëgju. Do të vazhdojmë bashkë të gjallë inshallah taala me veprimet, përgatitja, veprimet çka vepra detyra që do të më i pas edhe në këto momente të vdekjes, para se me dhon shpirt, po edhe masi të jap shpirt se çysh duhet me vepru me të vdekurën. Zoti shpërblet. Asalamu alaykum wa rahmatullah.